Dje rreth orës 16:10 në rrugën rajonale Tetov, fshati Azhinc, zyrtarët e policisë nga stacioni policor për sigurinë në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria 49 vjeçarin NL nga Tetova për arsye se ai drejtonte veturën Honda me targa të Tetovës me shpejtësi prej 111 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h. NL është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet para shtresë përkatëse, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i mjetit motorik. Gjatë ditës së diel është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe shoferëve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit u zbuluan dhe u sankcionuan gjithsej 82 drejtues mjetesh për tejkalim të shpejtësisë maksimale të lejuar. Gjithashtu u sankcionuan 8 shoferë që drejtuan një automjet pa kaluar provimin për patent shoferi, gjëgjësisht pa patent shoferi, si dhe 15 lloje të tjera të shkeljeve të trafikut, për të cilët janë përgatitur urdhër pagesa për kundërvajtje. Sektori i punëve të brendshme të Tetovës apelon deri tek pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të përshtatin shpejtësinë e tyre sipas kushteve të rrugës, gjëgjësisht ta përshtatin atë sipas kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe shenjat e komunikacionit, t'i parkojnë automjetet e tyre vetëm në vendet e caktuara për këtë qëllim dhe në këtë mënyrë më drejt për drejt të kontribuojnë në qarkullimin normal dhe të rrjedhshëm, si dhe në sigurinë personale dhe sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në trafik.